Albulena Imeri nga Gustivari që jeton dhe vepron në Gjermani me dinjitet ka mbrojtur vlerën dhe kuptimin e mbulesës islame në një emision që trajton tema të ndryshme rreth divergjencave në shoqëri. Ajo është pyetur nëse e shikon të justifikueshëm faktin që femrat muslimane të mbajnë shami në vendet e tyre të punës. Albulena me këtë rast ka thënë se në një shtet që proklamon demokraci, nuk do të ishte në rregull të bëhej një ndalesë e këtillë. Sipas saj, shamia nuk reflekton ignorancë dhe prapambeturitë e femrat muslimane, por nder, nënshtrim dhe përkushtim ndaj urdhëresave hyjnore. Albulena Imeri studiert Lehramt, Englisch und Italienisch. Albulena Imeri është një banore e Gustivarit e cila jeton dhe vepron në München të Gjermanisë. Ajo punon si profesoreshe gjuhës gjermane në një shkollë në München, ndërsa është në vitin e fundit të studimeve për gjuhën angleze dhe atë italiane. Duke marrë për bazë përkatësinë e saj fetare dhe atë kombëtare, por njëkohësisht edhe shkaftësitë e treguara në punë, në një emision që trajton tema të ndryshme që u përkasin divergjencave në shoqëri, Albulena është pyetur se kush është opinioni i saj rreth bartjes së mbulesës nëpër institucione në Gjermani. Ajo me këtë rast me dinjitet ka mbrojtur lirinë e bartjes së shamisë islame nëpër shkolla për faktin se një shtet që proklamon demokraci nuk duhet të bëjë ndalesa të tilla që i përkasin të drejtave dhe lirive të njerëzit. Ajo konsideron se nuk duhet marrë për bazë orientimin fetar apo paraqitjen e jashtme, por individi duhet të dëshmohet i suksesshëm në punë dhe se gjërat tjera janë të natyrës sekondare. Ich denke, dass die Schule heutzutage einfach auch ein Spiegel der Gesellschaft darstellen sollte und die Schüler, also im Alltag sehen die Schüler ja nicht nur. Nga një televizion gjerman më pyetën se kush është orientimi im në lidhje me bartjen e shamis në punë. Thash se unë si shtetase e Gjermanisë mendoj që duhet të lejohet bartja e shamis për mësuese dhe profesoresha muslimane, nga se kemi me ligj që të mos i pengojmë njerëzit në orientimin e tyre fetar. Nxënësit në jetën e përditshme kanë kontakt me popullat muslimane, takojnë po ashtu edhe gra dhe vajzat të cilat mbajnë shami. Sipas mendimit tim, shkollat duhet të jenë pasqyrë rrethit ku jetojmë, duhet të reflektojnë realitetin dhe të jenë shembullore. Po ashtu thash se është një shenjë për njerëzit se shamia nuk është poshtërim apo ignorancë për gratë muslimane, por është krenari e tyre, është simboli i fesë së tyre të cilën e mbajnë thjesht nga dëshira e vet, duke e çuar në vend një urdhër hyjnor. Për nxënësit në përgjithësi mund të jetë edhe motivacion dhe model dhe të tjerët mund të konstatojnë se edhe pse janë mërgjimtar në Gjermani, kanë mundësi që të arrijnë diçka, kanë mundësi për të studiuar lirshëm, për të profesionalizuar dhe për të mbajtur pozicione të larta, thot Albulena Imeri. Wer ein Kopftuch im Unterricht tragen will, kann das künftig also beantragen und prüfen lassen, ob damit den Schulfrieden stört oder das Kindswohl gefährdet. Wer darüber entscheiden soll, ist noch unklar. Albulena Imeri hofft, dass sie mit Kopftuch unterrichten darf. Also wenn ich es nicht dürfte, dann frage ich mich, wie offen und tolerant sind wir eigentlich? Ajo nënvizon se tashmë shamia në shumë vende të Gjermanisë është e lejuar për mësueset dhe profesoreshat dhe në disa vende duhet të bëhet aplikim, por përfundimisht është hequr ndalesa totale e shamis për mësuese dhe profesoresha. Ajo përmbyll intervistën me vërejtjen se është i vjetruar më opsioni që shamia të bartet në shtëpi dhe në punë të hiqet. Përkundrazi, është çështja që të mbahet jashtë sepse brenda shtëpisë nuk ka përse të mbullohesh. Aus Angst vor Nachteilen. Albulena Imeri war die einzige, die so mutig war, vor